Përshëndetje të gjithëve. E thjesht por e shijshme do jetë receta e ditës së sotme. Janë makarona në tavë të mbushura me mish të grirë dhe sipër mbuluar me djath kaçkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. Fillojmë nga puna. Në një grirës perimesh do grim një qep. Do mundohemi që perimet i grim imët që mos na bezdisin. Qepën e grirë e vendosim në një tigan të thellë, duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri. E vendosim qepën të skuqet në zjarr, ndërkohë ne merremi me perimet e tjera. Këtu kam 2 speca, një jeshil dhe një të kuq. I grim edhe specat me këtë grirësin e perimeve, i vendosim në një pjatë. Dhe po tek i njëjti grirës do grim një patallxhan. Këto janë patallxhan të pjekur që unë i kam ruajtur nga vera. E grim edhe patallxhanin imët. Perimet tashmë janë gati. Edhe qepa në zjarr ka filluar të skuqet, të marrë ngjyrë. Është momenti për të shtuar mishin e grirë. Këtu kemi 400 gram me mish të grirë. I bashkojmë me qepën dhe e lëm në zjarr derisa mishi të ndryshojë ngjyrë. Më pas shtojmë perimet, 2 specat dhe një patallxhan. I bashkojmë të gjitha së bashku. I përzijem mirë, i lëm të skuqen për disa minuta, i shtojmë krip, piper të zi, nuk e kemi shtuar as pak krip deri në këtë moment, i shtojmë këtë miksin e erëzave, ndërkohë në zjarr kam vendosur makaronat për të zier. I kam shtuar një lugë të çajit me krip. Vazhdojnë të zijnë për 10 minuta. Kanë diku te 5 minuta që kanë zier. Është momenti për të shtuar tek perimet salcë. Jam në fund të shishës së salcës, shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë tomateje, e shplajmë këtë shishën e salcës, duke i shtuar edhe pak ujë. Salsa me perimet është gati, i kullojmë edhe makaronat, i vendosim sërish në tenxhere duke i shtuar 200 ml pana. I përziej mirë, janë pothuajse të ziera plotësisht makaronat. I kemi gati për të përgatitur tavën. Në një tavë qelqe shtrojmë gjysmën e sasisë së makaronave. Në mes do vendosim salsën e përgatitur me perime. E shpërndajmë në të gjithë sipërfaqen e tavës. Unë harrova t'i shtoja pak më parë salcës hudhra, ndaj po i shtypte kjo shtypsja e hudrave. Janë 2 thelpinj hudhër, e shpërndajmë gjithandej tek perimet dhe mishi i grirë. Dhe sipër do shtojmë pjesën tjetër të makaronave. E mbulojmë salcën, e shtojmë me kujdes. E shpërndajmë mirë. Nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm t'i mbuloj me djath sipër dhe t'i pjekim diku te 15-20 minuta. Gjithmonë pjekja varet nga furra juaj. Dhe ja rezultati i kësaj tave, e thjesht, e shpejt, por shumë e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.